një ftuar tjetër, shumë special, këtë të amere, se nga marrë malli gjithve, miq, çfarë emri, just jam ndërmend juve, kur përmendni, ose kur kujtoni drejtuesit e policisë, zoti Krenar Ahmeti. Vetëm kaq duhet të filloni të paramendoni kur gjoni emrin, sepse zotrin e kemi të ftuar, Krenar, faleminderit që na erdhët, shumë kohë që larg jetës publike. Të dy oficerët dështuar se s'kemi arrit të bëjmë dot kompromis me grupet kriminale. Po, kur e mendon... Shkruar në vlerë kjo. Sepse tashma nuk kanë vlerë oficerat e ndershëm. Po, ju jeni jashtë sistemit. Dhe ata me integritet. Jeni jashtë sistemit, po, ju jeni të gabuar. Ne jemi jashtë sistemit dhe prandaj kemi dalë jashtë sistemit edhe shumë mirë që na kanë zgjedhur. Por keni bëma që mbahen mend, kështu që ne nuk ja harrojmë, sepse ka vjetër, bëma punë, vepra. Kemi detyra të kryer më së miri. Dhe unë personalisht, Andojena, jam larguar nga policia e shtetit, nga dashuria ime e parë, profesionit, për çështje integritetit duke denoncuar korrupsionin. Kur qeveria më hodhën shpinë, dhe pastaj fitova të drejtën, se vërtet zyrtarët e lartë të shtetit ishin pjesë aksioner të kompanive të Kromit. Sot janë aksioner... Po flasim për çfarë vitesh? 2012 është viti që zguxon dhe askush të kundërshton të kryeministrin dhe ministrin e brendshëm. Ai oficer jam unë. Dhe s'ka ndodhur më të kundërshtoj një drejtor policie, ministrin e brendshëm, dhe të largohet demonstrativisht me dorëheqje. Unë e kam bërë.